mirëmëngjes në një video të re. Unë tani do bëhem gati dhe si që vini re cilësinë e kamerës. Ndeza kamerën profesionale që e kam për YouTube dhe do e bëjmë më shpesh. Tani unë do bëj make-upin, e kam lënë për të dalë në orën 10, ora është 9:05, që kështu nisem. Do vendos këtë fondatinën nga Dior, që është shade 2N. Më kishte marrë madi për këtë cilësi kamere. Dhe këtu kam edhe tonerin nga Nards. E kam marrë tek Una Farm. Edhe ju a sugjeroj sepse është shumë i mirë. E trazojmë pak, edhe unë gjithmonë kur aplikoj fondatinën, aplikoj edhe pak nga ky toneri. Sot isha në Pilates dhe e kisha në orën 7 edhe vajtëm kështu. Do më thënë u zjeva në orën 6, u zjeva me natë sot. O bësa u bëra gati, e kam qerakore largë në shtëpia, edhe jam bërë gocë produktive, jam shumë e lumtur, sepse ju kam thënë që unë doja që të bësha një person mëngjesi, edhe pa nga pak, po e arri. Doa të aplikoj sa më pak fondatin, thjesht t'i jap një ndriçim të bukur fytyrës, edhe gjithashtu outfitin e kam bërë gati që dje. Kjo ishte komshia im. Kështu aplikojmë. Si o duket cilësia me kamerë, më thoni të drejtën. Që ma po më pëlqen shumë. Fytyra është në gjendje shumë të mirë. Unë sa po kalova ciklin edhe as një puqër, aman duke kujdesur për fytyrën, harrova që të kujdesesha për pjesën poshtë. Edhe kur nuk dalin në fytyrë, kur unë e trajtoj shumë mirë, puqët do dalin diku edhe më dalin këto tek pjesa e krahërorit. Por, ka marrë disa produkte shumë të mira që janë për këtë pjesë, por që është për trupin, që ju e kam treguar edhe në Instagram. Por kisha harruar sepse dimër edhe nuk është se i përkushtohem më shumë trupit sa që bëj në verë. Por tani që hapim pak dekolten, duhet që të kujdesem edhe për këtë pjesë. Fundova edhe me bazën e fytyrës, tani do vendos një korektor që është nga Hourglass, edhe është koton vanish. Mund të shikoni kotin këtu. Edhe më tha një nga ndjekësit më kishte komentuar këtu që unë duhet ta mbaj 1 minutë dhe duhet ta aplikoj shumë pak, edhe po e provoj në qofse do kemi një ndryshim. Do e mbajmë 1 minutë. Nuk e di pse ndodh kjo, por ti besojmë procesit. Tani do marrim pjesën e bronzerit, është kë nga Dior. Do ta tregoj edhe shadin që unë kam marrë këtë ngjyrën e ngrohtë, se ishte edhe një ngjyrë e ftohtë. Nuk e di, i mirë është. Kam edhe këtë nga Charlotte Tilbury, që është ky. Por ky më duket goxha i vështirë për t'u aplikuar. Por e dini çfarë, do vetëm atë, sepse këtë kam përdorur shumë herë kohët e fundit, që kështu të shkojmë me këtë. Mirë që kemi shumë kohë që nuk e kemi përdorur. Edhe këto make-upet bëra shumë mirë, se i mora 10, sa pas kanë dhjerë produkt kjo, i mora 10 në verë dhe bëra disa blerje të zjuara. Më kushtuan pak, por aman e keni parasysh ndërton këtë bazën e make-upit me produkte të mira, edhe të paktën zgjasim për disa kohë. Unë gjithmonë produktet i marr jashtë, ose te Douglas, ose tek Sephora, edhe shqyr zotit kam fatin që kam ersin që mi porosit. Shkoni jo, aplikohet më mirë më duket, pas ka të drejtë. Edhe, super, pit po e lë dhe pak që të aplikoj pjesën. Se që bëjmë këtu, sa shumë produkt në zori. Bo, se që të bësh, ka mund këtu. Edhe këshun rregullova pjesën e cilësisë, edhe mora kamerën, sepse po shikoja dje në darkë disa video dhe u fiksova të këtyre gocave të famshme kur bënin make-up, dhe më pëlqen që ndajnë atë procesin e
përditshmërisë, domethënë një make-up për dita, nuk e se është profesional. Edhe në fakt, unë tek vetja ime nuk kam qef një make-up që të kem bërë një make-up në make-up artist dhe nuk e të pëlqyer vetja. Nuk e di, nuk e se të gjithë këtu sikur janë të gjithë shumë të fokusuar që të bëjnë ato ngjyrat e tokës, ato make-upin si Kim Kardashian, që mua nuk më pëlqen dhe nuk mendoj se më shkon. Shikoni, është e vështirë kjo për t'u aplikuar. Do edhe furç pak më të mirë se kjo. Do shkoj me këtë se akoma nuk e kam larë, edhe mos më ndihmon për të aplikuar më mirë. Doli super bukur, doli më bukur se që mendoja. Dhe më super pëlqen, nuk e di pse e kisha gjykuar dhe nuk e kisha përdorur që në verë. Edhe doli, shkoni sa në harmoni ka dalë fytyra. Edhe mendoni, kjo kamera tregon çdo lloj pore. Shkoni sa bukur ka ardhur prerja, më super pëlqen dhe duken mollzat shumë bukur. Nuk e di, bëra diçka dhe këtë e kam bërë më bukur këtej se sa këtej, nëse e vini re. Dhe korrektori u përhap shumë mirë, shumë faleminderit për këshillën. Nëse keni si këto këshilla më jepni sepse kam shumë qejf që t'i zbatoj. Do vendosim këtë blushin nga Anastasia, që është ky shade, se kam shumë goca që më pyesin. Këto. Dhe pse jo t'i tregojmë. Vendosim pak gjithë këtë pjesën këtu, se mua më pëlqen shumë kur vjen pak deri lart edhe pak tek hunda, kështu dukemi sa më romantike. Se sot kam vendosur një outfit ngjyrë roz. Shikoni, unë kam ato furçat e Real Technique, por nuk është se më pëlqejnë, edhe po i bëj këto proceset me këtë furçën e Hourglass që është për përhapjen e fondatinës, por më pëlqen shumë struktura e qimeve që e përhap shumë mirë produktin, edhe unë po e përdor për këto, për çdo funksion përveç përhapjen e fondatinës, sepse po e bëj me beauty sponge. Me sponge, ky është nga Beauty Blender dhe unë ja super sugjeroj, janë sponxhat më të mirë që mund të gjeni. Ata të Real Technique unë i kam përdorur, por nuk më mirë merrni këtë. Edhe kur shkoni jashtë, janë dhe shumë lirë, domethënë mund t'i kapni edhe me ndonjë ofertë, po 15 euro janë. Këtu në dyqane shqiptare shiten aq Real Technique. Prandaj ja super sugjeroj. Ta keni kështu pushim nga mua kur të shkoni jashtë. Janë të papar, janë shumë të mirë. Nuk ka sponge më të mirë. Edhe kjo furça Hourglass më pëlqen. Edhe prandaj po ju thoja që të më sugjeroni disa furça të mira që e bëjnë përhapjen e make-upit më të thjesht për ne fillestarët që nuk e se dim shumë. Të shkoj prapë me furçat e Hourglass, më duk, ndoshta më duhen. Tani kemi këtë nga Too Faced, që është shumë cute. Më pëlqen ky blushi sepse ka dhe pak highlighter, por jam fiksuar dua të marrë ato të YSL-s, që se e keni përdorur, më thonin që se ja vlen. Më shkruani make-upit tuaja të preferuar, dhe kur them më shkruani, dua që kjo gjë të bëhet një bisedë midis nesh, që kështu pres vërtet të më shkruani, sepse nëse ka diçka që mua ma kanë sugjeruar gocat në Instagram, ka qenë kjo fondatina nga Armani. Më thënë, që para 2 vitesh, kur kërkoja një fondatinë, gocat për këtë më thoshin dhe një për të Dior. Nuk e di, më duket se e kam ato të Dior, po e kam andej nga dhoma tjetër. Pa jo, nuk ose më pëlqen shumë. Kjo e Armanit është shumë e mirë. Okej. Vajti shumë mirë. Gjithë make-upi, edhe pak këtu që ta ngrohin pak fytyra. Tani po vendos rimelin dhe ka marrë këtë rimelin që është Drugstore. Edhe doja më kaf dhe në fakt nxjerr diçka dramatike, diçka në ngjyrë të zezë, nuk ose bën ndonjë diferencë me rimelat e tjerë që kam. Doja diçka më natyrale. Por nise këtë do vendosim se e nisëm me një sy.
Nuk kemi mbaruar, sepse do marrim këtë paletën nga Dior. Do vendos pak fare nxitës këtu tek kapaku i syrit për t'i dhënë pak dritë. Okej. Kam këtë lapsin. E aplikon në buzë. Ka fiks fare ngjyrën e buzës, edhe duket sikur ti e frin buzën, domethënë i jep një formë më të bukur. Shikoni sa bukur që vjen. Është fantastik. Se vjen si vishnje. Tani do vendosim nga nart këtë lipin që e kam marrë tek Una Farm, edhe ka ngjyrë shumë të bukur. E mirë që kemi pullover roz, të duket diçka e bukur dhe harmonike. E dini çka më ndodhi mua? Më prish karikusi i motorit, sepse ju kam thënë që unë kam motor elektrik që lëviz këtu në punë afër, edhe nuk e di më është djegur. Të duhet të kërkojmë tani për motorin tim, edhe nuk e di nëse do gjej këtu në Shqipëri, sepse motorin e kam marrë në Kosovë, edhe o zot, lutem të gjej. Pa ashtu do dërgojnë në një nga ju vajzat, të ma marrin Kosovë të ma qërë post. Okay. Bëm diçka të bukur, e fundit fare do marrim këtë paletën, që këtë paleta është shumë mirë, më pëlqen, se ka këtë shedin e fundit, që ngjason shumë me ngjyrën e vetullës time, me thënë shumë natyrale, do i vendos pak vetullës, ta mbush pak që të duket një vetull pak më e plot. Kjo ngjyra e kësaj paletës është fiks fare për vetullën. Shumë mirë. Edhe do të bëjmë edhe një panel shumë të hollë ngjyrë kaf, që t'i japim pak syrit, edhe si Sprite edhe përfunduam dhe mbaruam. Ja, mbaruam. Më thoni, sa kohë kishit pa më parë me flokët e shtrira. Po ja që i shtriva sot. Edhe në vendos edhe këtë nga Ada Herbs, dhe madje i kam shtrim me këtë nga GHD-ja, që më ka ardhur PR Box, por nuk i kam bërë akoma content në Instagram, por duhet i bëjnë një video. Edhe vendosim tek flokët. Qohen tani, do vishe, do ja tregoj dhe pak outfitin para se të dalë dhe do t'ju marrë me vete. Ja dhe veshja, duket shumë bukur, edhe dini ju që po bëj TikTok, Get Ready With Me, që kështu më ndiqni aty, ku i kam blerë, çfarë janë, çfarë s'janë, edhe çdo ditë ka Get Ready With Me, dhe jam shumë e lumtur që po e vazhdoj këtë gjë, sepse e di pse po e vazhdoj, sepse kur bëj video, dua të rregullohem, të bëhem dhe mos të rri kështu kot në shtëpi, duhet që t'jenë sa më produktive, edhe të ndihem mirë me veten time. I ka tani të dalë, se jam shumë vonë. Ju thash që duhet të dalë orën 10, por është 10 pa 10. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Took my heart by surprise. Could this be real? Because I dreamt you, a chapter that I turned, and too good to be true was the way you made me feel. I needed you. I hope you can see. You made me complete. Erdha në shtëpi edhe kemi një hall. Një hall nga ata që ju i keni shumë qef,
dhe pse është me rroba për palestër dhe për pilates, edhe ju e dini që unë shkoj atje dhe dua që normale dua të ndrohem, të ndihem sa më mirë me trupin tim, sa më bukur, por ky brendi më doli në Instagram dhe kishte veshje fantastike. Prandaj unë po shkruaj emrin këtu edhe të nisim ta hapim. Tani unë pash një kostum aty që ishte ngjyrë vishnje, ishte aq i bukur, atë rrogota rrinte aq bukur, të shpresoj që edhe mua më rrit. Po aq bukur, po jam e sigurt që mbet. Shkole sa mirë që vinë të paketuara, edhe t'i hapim. Unë do t'i provoj që edhe të mund t'i shikoni. Edhe o zot. Shikoni, ka pjesën këtu të logos që duket shumë bukur tek pjesa e vitheve. Edhe të ngushtojnë këtu. Okej, deri tani duket shumë mirë. Shpresoj që edhe të më rrinë mirë veshur. Pastaj kjo duhet jetë bluzja. Ja, dhe bluzja. Më pëlqeu sepse është vetëm tek jaka me zinxhir dhe unë kështu i kam shumë qef. Edhe i kam më komode aty për pilates. Ka dhe pjesën e logos këtu. Po e provoj që ta shikoni se si dukem. Jam dhe unë kurioze se çfarë kam vler. Mendoj se është seti më i bukur që mua më rri. Realisht. Të tregon super format. Shikoni sa bukur. Sepse të mbledh këtu tek barku, ka këtë pjesën si korse. Sa bukur. Nëse po pres t'i bëj pilates me këtë dhe një që më pëlqeu, është shumë elastik dhe nuk është fare transparent. Unë kam marrë masën më, besoj se e kam fix. Uri shumë mirë. Ka dhe pjesën mbrapa, se si duket trupi. Fantastik. Shohim tani diçka tjetër. Një kostum. Kam marrë 4 kostume. Ky duhet jetë ngjyra e zezë, sepse doja edhe një ngjyrë të zi, po të ishte i bukur dhe të më rrinte mirë. Më falni pak. Është fantastik. Është fantastik. Shkoni sa bukur të tregon dhe trupin. Format në mënyrë fantastike. Unë prandaj e mora këtë seti me thënë drejtën, sepse pash rrinte shumë mirë dhe nuk është fare, po fare transparent, do me thënë keni pa problem këtë pjesë, se unë këtë problem kam të këto. Ky është i preferuar, nëse thash për vishnjen, ja, ky më rri më bukur. Më tregon shumë bel, edhe më pëlqente. Hiqim të etiketën, e fos kështu. Si mendoni juve? Kush ju pëlqen më shumë? Edhe ju thashë streqet vinë të gjera në fund që duket trupi edhe më i gjatë. Okej. Si flutur. Ta hapim edhe pakon tjetër. Zera një gri të erët në një gjyrë kafu, do përve të kafu. Ishte një mix ngjyrash. Nuk e di dhe që ti kishte shumë të mira. Oh, sa e bukur. Kjo është kombinimi ndë ngjyrave. Ka këtë pjesën këtu mbrapa. Okej, dhe kjo më pëlqen. Edhe dukat streqet. Ja, kështu. Ja dhe streqet janë në ngjyrën e bluzës, kam pjesën këtu të logos, edhe këtë të korses që të mbledh trupin, që është gjëja që më pëlqen më shumë, dhe materialin e kanë shumë elastik. Shikoni sa të vogla duken, por aman të mbledhin, edhe nuk janë të i dukshme. Ky është plusi që unë ja, po i provoj dhe këto, dhe të shojnë se si duken, sepse e di që para se ti merrni sidomos rrobat sportive, doni që të shikoni se si rrinë, si duken format, si ngjajnë, dhe prandaj ta keni parasysh se si mund të dukeni. E provoj dhe këtë kostumin.
Ja si duket edhe veshur, më pëlqen shumë edhe ngjyra kafe dhe mora këto syzet e një sepse e sigurt që do t'i kombinoj së bashku sepse më pëlqen këto tonet e ngjyrës kafe dhe duket trupi super bukur. Shikoni sa bukur duket byça. Më pëlqen. Edhe para duket shumë mirë. Edhe pjesa e kësaj që mund ta bash edhe të mbyllur, edhe ka këtë pjesën e jakës që është shumë e bukur, edhe kombinon edhe kështu. Si mendoni? Ky ngjyra e zezë apo ngjyra vishnje? Kush i pëlqen më shumë? Thoni të drejtën. Tani do provojmë edhe të fundit, që është ngjyra gri. Edhe marka të gabës, më kishim futur edhe një dhuratë. Më kishim vendosur edhe këto çorapet që mezi po pres t'i vesh, do t'i vesh dhe me loafers, po do t'i vesh edhe atje tek klasa, janë këto. Edhe më pëlqefi, shumë të bukura. Edhe i fundit fare është ky kostumi, që ky vjen si ngjyrë ulliri, si ngjyrë gri, një përzierje ngjyrash. Vjen afërsisht si këta që u tregova, thjesht ndryshon ngjyra. Prandaj tek jaka është pak më thjeshtë se kjo. Është si ngjyra vishnje që ishte në fillim. Por po e provoj dhe këtë që edhe ju të keni idenë dhe të shikoni se kush ngjyri më bukur. Unë më bukur nga të gjitha unë ndjeva me më pëlqeu më shumë ngjyra e zezë, pastaj ngjyra vishnje, pastaj kjo. Pastaj do provojmë këtë dhe të shohim se si do qëndroj edhe ky kostumi. Dhe e fundit fare ngjyra gri, edhe kjo është shumë nice. Edhe po më pëlqen shumë, ka këtë pjesën këtu që më pëlqen të duket, me thënë të drejtën. Edhe mund ta mbajmë kështu. Shikoni sa bukur ta tregon trupin dhe të mbledh. Tani duket pak më mirë. Edhe ja. Edhe pjesën mbrapa. Vin shumë streçe. Dhe besoj se do duken shumë bukur me këto çorapet, ky kostumi, edhe me një gjë tek koka, diçka të bardhë. Edhe më thoni kush është i preferuari juaj. Si ju thash, do t'ju vendos emrin këtu poshtë, që se ju ka pëlqyer, pse jo, kishin çmime të mira. Unë tani do bëhem gati, e dini nuk jam bërë fare gati për udhëtimin për nesër, sepse nesër, siç ju kam thënë, do shkojmë në Maqedoni. Nuk kam qenë asnjëherë, edhe e kam pak më siklet pjesën që duhet të bëj ski, e kam pak frikë. Edhe por do t'ju filmoj dhe do t'ju marr me vete. Besoj se tani erdhi koha që ta mbyllim videon. Shpresoj që t'ja keni kaluar sa më bukur këtë video me mua. Dhe mos harroni të bëni një subscribe, një like edhe një koment çfarë të do ju zemra. Ju lexoj të gjithë, ju përshëndes dhe ju përqafoj. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim. Mirupafshim. Puthje për të gjithë!